Përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës së Çamiko, një podcast krijuar për kulturën dhe elementet që kemi trashëguar brez pas brezi. Një lloj me gjuhën time flistet dhe shkrimtari i madh Ismail Kadare, i cili më ka thënë një herë që është shumë e rëndësishme të mos ndalemi përtej kufive të rinj që vendosen për të ruajmë pa diskutim lidhjen me rrënjët tona. Dhe në këtë takim kam kënaqësinë e madhe që të prezantoj 3 të rinj, të cilët flasin një lloj me gjuhën time, veshin të njëjtën histori me petkat e Çamërisë, e pa diskutim kanë element të theksuar, jo vetëm të jetës së tyre elementet e Çamërisë, por edhe copza të identitetit që duan t'i kalojnë brez pas brezi edhe tek më të rinjt apo më të vegjëlit. Në rrjetet sociale, dhe unë kështu do të nis t'i prezantoj, ato njihen me element të bukur të kulturës çame. Sildi Koqini njihet si trëndafili i Çamërisë në rrjetet sociale, mirë se erdhe Sildi, edhe të falenderoj që u bëre pjesë e kësaj valleje të bukur që do të hedhim sot bashkë. Përshëndetje, shumë faleminderit. Unë quhem Sildi Koqini, me origjinë nga Lopsi i Çamërisë, lindur dhe rritur në Konispol. Më njohin si trëndafili i Çamërisë, është super kënaqësi dhe shumë bukur që njerëzit të më njohin nga ajo faqja që kam hapur. Trëndafili i Çamërisë lindi si pasion për të treguar për gjithë njerëzit e tjerë, gjithë historinë, kulturën, vlerat, traditën që ne kemi. Ka një histori 4 vjeçare si faqe. Unë i kam vendosur moton Çamëria nuk është tragjedia, nuk është vetëm tragjedia, sepse Çamëria nuk është vetëm tragjedia, nuk është vetëm 1944, 1945, por është historia, janë historitë familjare, janë mbiemrat, janë qytetet, është çdo gjë që ne jemi dhe na përfaqëson, kështu që shumë faleminderit që na bëre pjesë sot kësaj tryeze dhe ta hedhim vallen ashtu siç dim ne dorë për dorë të gjithë. Një formë e rezistencës është kjo, dhe mua më vjen mirë që ju kam këtu, që jeni kaq të rinj dhe kaq të devotshëm. Megjithatë, nëse unë do të kisha një faqe një lloj si e juaja, do isha Manxurana e Çamërisë, por ma ka zënë Asibela Kasëmi, e cila ka Borzilog dhe Manxuran, një faqe tjetër që e identifikon me element të Çamërisë edhe të asaj që ke trashëguar brez pas brezi. Një ide e jotja si lindi dhe pse bëre bashkë Borzilogun dhe Manxuranën? Emrin Borzilog dhe Manxurani, unë kam gjetur në fakt nga kënga e Hysnë Amushit, por asocioj gjithmonë me herën e Borzilogut dhe të Manxuranit, sepse unë kur kam qenë vogël në rritur në Konispol, se mami më shka Konispoli, ka lindur ato, domethënë unë që gjithë kohës në Berë shkoja edhe në një klasë bazë të mbushura të mbjellura me Borzilog dhe Manxuran, dhe është arruar në asocioj gjithmonë me Çamërinë. Duke qenë se nga historitë që kam dëgjuar, ashtu që me shokët e mi që kam folur për gjyshit, jam shumë kurioze gjithmonë që të dëgjoj historitë çamet të tjerë, familjet të tyre, edhe më kanë thënë gjithmonë në fakt që një karakteristikë e gjysheve të tyre është lindja një lule Manxurani tek shamia. Edhe për mua është një lule që përfaqëson një familje gjyshet tona, amësinë e tyre, ramën e tyre të mirë, sepse është e vërtetë kjo në fakt që gjyshet tona në Çamërinë bajnë Borzilog, sepse i imagjinoj me vetë ose të pishamis si këtë detaj që po përmendëm tani. Dhe më pas është një emër shumë interesante dhe lezetshëm për të pasur domethënë këtë faqen time. Edhe jam shumë e kënaqur që e kam krijuar në fakt, sepse aty kemi bërë një komunitet shumë të mirë, dhe unë jam njohur me shumë çamë të tjera dhe kam një historitë të tyre, siç isha duke thënë. Edhe kemi krijuar një komunitet të vogël aty, edhe jam shumë injonse për të gjithë ata njerëz që kanë ndarë historitë e mia, historitë e tyre domethënë me mua aty, edhe kemi bashkëpunuar, kemi bashkëbiseduar dhe në një farë arrim që ta mbajmë bashkë me njëri tjetrin një formë Çamërie të vogël të faqja. Edhe bashkë ashtu jemi takuar, madje unë njoh më shpejt Borzilog e Manxuran dhe pastaj njoh Asibelën. I ftuari tjetër në këtë valle të Çamikos është Emir Gjyzeli, që unë mendoj nëse ti do të kishe një emër në rrjetet sociale, me siguri do ishte Dega e Ullirit ose Ulliri i Çamërisë. Çfarë do zgjidhje? Unë do zgjidhja Manxuranën. Çfarë do zgjidhje ose si të duket kjo iniciativa e 2 vajzave që qëndrojnë pas elementeve të Çamërisë,
po që njëkohësisht i promovojnë edhe i duan që nga aroma e deri tek mënyra se si ato i shërbejnë publikut ose atyre që janë fansa të faqes edhe ndjekës të Instagramit edhe rrjeteve tjera sociale pa diskutim. Faleminderit. Unë deri më tani nuk kam hapur një faqe në Instagram, po mendoj që duhet ta hap dhe një të tillë që t'i bashkojmë Sildit dhe Asiberit. Unë patjetër suportoj shumë iniciativën e Sildit dhe të Asiberit dhe gjithashtu së bashku me to kemi organizuar një grup të rinj ku gjithë secili është i lirë të ndaj eksperiencat e tij dhe idetë e tij lidhje me çamërinë. Duke qenë se jam i dhënë pas gjeografisë dhe pas hartave, mendoj se një element që do zgjidhe unë për ta hapur faqen ose një nismë të caktuar do lidhe me gjeografinë e çamërisë dhe mendoj që fare mirë mund të ishte një emër lumi. Okay. Edhe me qënë se jemi tek harta, dua të udhëtojmë në Berlin, aty ku ishte panajiri i turizmit, ku Shqipëria në një farë mënyre u prezantua me të gjitha ngjyrat e saj, midis ngjyrave të shqiptarëve, sigurisht nuk munguan ngjyrat e shqiptarëve të çamërisë, me Osman Takën, një valle që unë në rrjetet e mia sociale e kam thënë dhe mendoj se mbetet ende një dëshirë e parealizuar. Kalimi i Osman Takës në hartimin e një dosjeje që Akademia e Shkencave mund ta çojë për UNESCO, sepse realisht është një nga elementet e kulturës sonë që na bën shumë krenar. Si e perceptove dhe si e përcolle? Çfarë emocione shpate? A u interpretua mirë apo nuk u interpretua mirë ajo valle e Osman Takës në Berlin? Dhe çfarë thanë qoftë edhe prindërit e tu? Domethënë si e perceptove ti këtë përqasje të Shqipërisë dhe këtë prezantim të Shqipërisë në Berlin? Ishte një përfaqësim shumë i denjë për çamërinë dhe për historinë e çamërisë. Sigurisht që do isha shumë i gëzuar dhe shumë i lumtur nëse kjo valle do ishte pjesë e trashëgimisë kulturore në UNESCO. Unë personalisht isha i gatshëm që të bëja çfarë do të ishte e mundur që ndihmoja me këtë proces ose me përhapjen e këtij lajmi dhe promovimin më tepër të kësaj valle që ne kemi një trashëgimi kulturore në çamëri. Si u perceptua Sibela tek ty, si një vajzë e re, interpretimi, qoftë edhe skenik, pra në formën e valles, qoftë edhe interpretimi muzikor i Osman Takës në Berlin. Të duk se u perceptua bukur edhe u prit bukur edhe në njerëzit që të rrethojnë ty, se jam e bindur që ti ke pasur emocione dhe e ke duar tërkitur si nisëm. Unë me të në parë që është postuar, djali që ishte pjesë e vallës, unë ka bërë tak të këfaqja ime, unë ishte shumë krenare dhe është shka që ta tërhiq me mendjen direkt duke pasur parasysh karakteristikat e kësaj valle, historinë, se si ai fiton dhe merr gjën forcën pasi ishte gati për të vrarën edhe me çfarë lloj interpretimi desha i lumtur, sepse më bën shumë krenare dhe më bëhet qejf që ta shoh kulturën tonë gjithandej edhe më bën shumë qejf që pash tek pikërisht Berlin. Çfarë të bën të shkosh edhe të gjurmosh pikërisht këto këngë dhe këto valle për t'i prezantuar se Osman Taka është të jetë e njohur, është e prezantuar edhe në samitet e ka pasur kryeministri këtë që të prezantojë një dozë të Shqipërisë, të gjitha trevave shqiptare, edhe në samitet kur ka pritur të huaj të vinë në Shqipëri. Me siguri do ta bëjë edhe në samitin e ardhshëm, po pse është e rëndësishme për ty ta identifikosh që është e çamërisë, është e zonës tënde? Në nderin e tyre është faktikisht ta përfshin vallen e burrave të Konispolit, vallen e Osman Takës në samite dhe në gjithë organizimet e tyre shtetërore dhe kuftohet Shqipëria. Para se të shkojmë në UNESCO, ne duhet të japim valles Osman Takës rëndësinë që meriton këtu në Shqipëri. Është një nisëm e Bashkisë Konispol faktikisht që unë kam patur nderin dhe kam patur dhe një bashkëpunim shumë të madh nga ana e tyre për të nisur një nisëm së bashku me Bashkinë Konispol
me ndihmën e zotit Salin Nureddini nga krahu i Shqiponjës, Tajt Madani, Vlorë, që është ansambli më i madh i Çamërisë, me mbështetjen e Fondacionit Çamëria po ashtu, që të fillojmë punën për ta shpallur vallen e Osman Takës, ta regjistrojmë në regjistrin kombëtar të pasurive jo materiale. Vallja e Devollit para pak muajsh ishte përfshirë në këtë regjistër, kështu që ne nuk mendoj se na pangon asgjë dhe është e pafalshme që e kemi lënë deri në këtë pikë të paregjistruar, sidomos vallen e Osman Takës. Ne kemi shumë këngë, shumë valle të tjera që e meritojnë të regjistrohen, po valli i Osman Takës për atë që përfaqëson, mendoj se është një ndër më të rëndësishmet, kështu që duhet punuar në këtë drejtim. Pasi të kalojmë këtë fazën e regjistrimit edhe të njihemi nga Ministria e Kulturës, se nuk besoj që ka një njeri që nuk e njeh Osman Takën ose vallen e Osman Takës saktësisht, por ajo fazë tjetër do duhet që të kemi ekspertë, të sigurojmë ekspertët e duhur që të mund të hartojnë një dosje e cila nuk do të mund të refuzohet pastaj nga UNESCO. Po një punë e vështirë. Në qasjen edhe unë dua të kaloj në një problematik tani në Akademinë e Shkencave, që është në fakt një qasje të cilën ne diskutojmë ne mes nesh në tavolinat e përbashkëta ose në ato bisedat që konsumojmë her pas here edhe në telefon apo në rrjetet sociale. Janë pak faqe dedikuar Çamërisë në historinë e rishkruar nga Akademia e Shkencave. Po çfarë të duhet të bëjmë? Domethënë ne përpiqemi të mos heshtim midis nesh, po si ndihet një njeri që gjatë gjithë kohës shpërndan informacione për kulturën çame, për këngët çame, po nga ana tjetër sheh që historia ose ajo pjesë e rëndësishme e historisë nuk po mësohet apo nuk po vjen siç duhet tek brezi i ri. Ti e the vetë, ne përpiqemi të ngremë zërin mes nesh, nuk duhet të jemi më mes nesh, duhet të jemi gjithë shqiptarët. Çamëria nuk është vetëm e shqiptarëve të Çamërisë, është e gjithë shqiptarisë. Është për të vënduar në kokë, me thënë të drejtën, është alarmante që në historinë e Shqipërisë i kushtohet aq pak rëndësi Çamërisë. Nuk e di pse është kjo lufta edhe ky mendësia e njerëzve edhe që ta sulmojnë, sepse ky është, nuk e di, mua më duket shumë i pastër që në gjithë shkrimin e historisë të Shqipërisë të lë kësaj pjese të vrarë, kësaj pjese të Shqipërisë që është larguar me dhunë nga shtëpitë e veta, të lësh një pak histori. Çfarë do të thënë realisht, çfarë do shkruajnë tek ato pak faqe që kanë lënë, thjesht do i vendosin si tituj, do thellohen në ndonjë çështje. Është alarmante dhe me këtë grupin e të rinjve që edhe Emiri tha, ne do mundohemi të ndërmarrim nisma, vetë të ngrejmë zërin, po nuk është çështja ta flasim me njëri tjetrin. Kjo është histori që duhet të bëj buj mes shqiptarëve dhe realisht është alarmante. Sa mund të ndryshojnë, Asibela, disa regjistra të komunikimit ose vendimet që mund të marrë Akademia e Shkencave, qeveria shqiptare, nga zëri të rinjve? Mendon se në një farë mënyre të rinjtë e sotëm do të mund të bëjnë një lloj presioni ose diskursi i cili mund të ndryshojë qasjen ndaj historisë së Çamërisë? Ne themi shpesh që nuk është vetëm 80 vjet gjenocid, ka dhe histori të bukura pas saj, por ama nuk do duhet të harrojmë pjesën e trisht të asaj me cilën ne jemi rritur. Mendon se mund të ndryshojmë diçka ne? Çështja e Çamit, për mendimin tim tani po trajtohet si një pengesë diplomatike midis marrëdhënies së Shqipërisë dhe Greqisë, dhe për mua është e padrejtë, sepse është shumë e padrejtë që ne jemi bashkëadetar me shqiptarët e tjerë, ne jemi nëse sigurisht interesohemi për shqiptarët e Kosovës, çdo shqiptarët kushdo nga cilat do tref, duhet të jetë një interes edhe për ne. Ne jemi shumë të anashkaluar në një farë mënyrë dhe nuk është diçka që varet nga ne të rinjtë tek e fundit. Ne kemi për detyrë dhe ne e ndjejmë në zemër, si unë edhe Emiri me siguri edhe Silti, që ne të çojmë edhe të arrisim si çështja, edhe të mos ta humbim kulturën, historinë, dashurinë që kemi për tokat që na janë marrë, ama nuk mendoj se është diçka që ne kemi në dorë. Ne duhet të përgjegjësia ime, siç e mendoj unë, është ne të ndërgjegjësojmë, të edukojmë sa më shumë njerëzit e tjerë, shoqërinë tonë rreth e rrotull. Kjo është ajo çfarë kemi ne në dorë.
Çfarë do t'i thojë akademisë për këto pak faqe që i ka lënë historisë Çamërisë? Kjo që bie shumë ndesh, gjithashtu me atë që përmendëm më parë vallën e Osmantakës në Berlin. Duke qenë se ne nga një anë duam të promovojmë vlerat e popullit çam dhe kulturës çame, nga ana tjetër ne dhe në tekstet shkollore e heqim atë nga historia. Dhe është në të gjitha tekstet shkollore kjo histori përmendet shumë pak. Dhe mendoj që ky është një problem shumë i madh për brezat e rinj që nuk mësojnë dhe nuk informohen saq duhet për historinë e Çamërisë. Patjetër që iniciativat tona duhet mbështeten për promovimin e kulturës çame dhe çështjes çame, por mendoj se padyshim duke forcuar një grupim, ne gjithashtu në një të ardhmen mund të arrijmë që të ndikojmë edhe në vendimarrje në lidhje me këtë çështje. Kështu që unë jam optimist për këtë gjë që kjo gjë mund të arrihet në të ardhmen dhe do shpresoja shumë që të arrijë. Dhe ne prandaj me mbledhur këtu që të rezistojmë edhe në një farë mënyrë të mos heshtim për ato që, jo vetëm për ato që kemi trashëguar brez pas brezi, po nga ana tjetër edhe për ato element të kulturës të cilët do duhet të çojmë edhe më larg. Domethënë cili është një element i asaj kulture të trashëguar nga të parët e tu që ti je lidhur ngushësisht me të edhe do doje që ta dinte gjithë bota dashurinë që ke për atë element të kulturës tënde. Ai është element, se fut dot as në UNESCO. Jo, se Franca ka futur bagetën. Jo, unë do të Konispolin, po se marr do të Konispolin të çoj në UNESCO. Unë jam shumë e lidhur realisht me Konispolin dhe këtë nuk e kam për pjesën e UNESCO, se kam sepse Konispoli është mozaiku i të gjithave. Ka kulinarin, ka klumështorin, ka dialektin. Unë e kam shumë të rëndësishme që ne dialektin ta mbajmë, ta ruajmë dhe ta trashëgojmë. Konispoli e gjën. Shumë vështirë ta gjesh tek çamët në qytetet të tjera, sepse duan të kanë dashur, ata janë bërë njësh me qytetet ku kanë banuar. Konispoli e gjën pastër në fshatrat, sidomos Shalës, Vër, Dishat, Markat, e gjën shumë mirë. Ne kemi qose fëmijët çam e mësojnë Osmantakën kur rriten ose kur i regjistrojnë një kurs prindrit njëra e tjetra, në Konispol atë kemi. Domethënë nuk gjen dot një fëmijë të vogël në Konispol, një djalë që nuk kërcen Osmantakën. Nuk gjen ne barbaron kemi në fund fare, ato valle njohim. Kështu që unë nga Çamëria duhet ruhet shumë Konispoli. Dhe loboj dhe mundohem që vëmendja e çamëve të shkojnë në Konispol. Ajo që mua më pëlqen shumë dhe vlerësoj tek ne çamët është mënyra se si ne familjet tona ne kanë transmetuar dashurinë për Çamërinë. Nuk mendoj se, siç e thash, mund ta mbroj UNESCO këtë, ama unë jam shumë krenare sepse i moshuari ka kaluar 80 vjeç që nga genocidi i Çamërisë dhe personi më i vogël që mund të ketë ardhur është pak më 80 vjeç nga Çamëria sot dhe ne unë jam 26 dhe të gjithë moshatarët me merat dhe ne arrim që të i ruajmë historitë. Unë di shumë histori nga familja ime, di shumë histori nga familjet e të tjerëve. E njoh shumë mirë pemën time familjare në Çamëri, se çfarë punësh kanë bërë, se si kanë jetuar aty, edhe është diçka që unë vlerësoj shumë që familjarët tanë i kanë të çuar dashurinë për Çamërinë dhe ata janë krenar mjaftueshëm edhe pse kanë kaluar ka shumë vite, edhe pse janë shpërngulur nga toka e tyre, arrin që të na i të çojnë edhe të gjithë dashurinë që kanë pasur për Çamërinë edhe që të njohin mirë rrënjët edhe kulturën tonë. Dhe janë kujtime të cilat janë shpjegojnë shumë pastër, pra qëndrojnë shumë pastër dhe besnik kujtesës së tyre zakonisht. Dhe meqense Sibela rrugtoi drejt udhëtimi, është dua të di se si ka ardhur vendlindja e gjyshërve të tu në atë që quhet rrëfimi që kemi ne tashmë. Domethënë, unë nuk i kam më gjyshet, po unë e kam Çamërinë me vete, një lloj siç ma ka rrëfyer ajo. Të dyja gjyshet e mia në fakt, sepse i kam nga vende të ndryshme, po më çudit kujtesa e tyre jashtëzakonshme për t'i dhënë me saktësi disa detaje. Si të ka ardhur Çamëria, pra ai vendi ëndrave të saj, si ka mbërritur tek ty? Atëherë, nga jeti. Origjina ime është
nga pjesa nga babaja nga Margliçi, një qytet shumë afër Pargës, dhe nga pjesa nga mami e nga Paramthia. Gjyshi im, babajnë e tij e ka humbur shumë të vogël, kur ka qenë dhe duke ardhur për në Shqipëri, kështu që historia që ai tregonte gjithmonë ka qenë shumë e dhimbshme, sepse një fëmijë i vogël tumi babajnë, nga ky genocid është diçka shumë tragjike. Dhe patjetër që ndryshon dhe gjithmonë historia me pjesën e gjyshëve që tregonin për Margliçin, sepse dhe atje ka pasur tragjedi, por Paramthia ka qenë një masakër shumë e madhe që nisi genocidi dhe humbën jetën shumë persona. Ku do doje të jetoje? I ke vizituar këto vende? Po, i kam vizituar patjetër në Margliç. Në Margliç, zgjedh Margliçin. Nasibel, na trego si të ka ardhur ky vend ndërrimesh në kujtesën tënde, në kujtesën që vjen fillimisht përmes gjyshave dhe pastaj kur ke shkuar e ke vizituar. Unë në Volin pak kam shkuar kur kam qenë rreth 15 vjeç, shkova me familjen edhe ishte një vizitë e shpejtë, më vonë jam rikthyer prap. Ama diçka që më ka bërë përshtypje sepse një kështu fun fact që më ta them për familjen time, gjyshi im ka lindur në Vol, ka ardhur pas ndodhi lufta, erdhi këtu rreth 7 vjeç, diçka e tillë. Edhe pas disa viteve atje ishte thënë që shtëpia e tij në Vol ishte shkatruar komplet. Edhe më vonë, unë para disa ditësh me papën tim, po tek ne nuk ka një ditë që nuk përmend çameria, të shërë të thatë ne gjithmonë flasim, mund të themi një histori që ne ka thënë babai ose diçka që ka lidhje me çamerinë, ne kemi gjithmonë pjesë të familjes. Edhe një ditë, një histori të vogël që mund të tregoj është që po shikoj me babin në Volën në Google Maps, edhe arritëm të gjetim shtëpinë ashtu siç e ka përshkruar babai, gjyshi jonë, domethënë është e pa prishur, siç ka qenë atëherë, rrethuar me murin, fiks ashtu siç e ka përshkruar gjyshi babit. Madje më përpara na ka ndërruar edhe një foto të shtëpisë, dhe ne kishim një ide, ama një afërm jonë është që shtëpia ishte prishur edhe atë ditë që kemi zbuluar me babin e gëzuar shumë të ndërzetën, sepse tani kur të rikthehemi atë në Vol, domethënë dhe gjë e parë që të shkoj të vizitoj shtëpinë, sepse kur vajta herën e parë, siç po thoja, nuk e dinim që ishte akoma në këmbë, po ama ka rezistuar dhe është akoma dhe gjithë aty, domethënë. Edhe kjo është gjëja e parë që do bëj kur të shkoj prapë në Vol. Edhe unë kam qenë disa herë në Çamëri dhe kam qenë në disa vende të tjera të Evropës dhe nuk ndihem askund tjetër siç ndihem kur jam aty. Të dua që të eksploroj çdo vend të mundshëm, kudo që të jem. Në verë isha në park edhe gjatë gjithë kohës me motrën isha me motrën. Kemi eksploruar çdo vend të mundshëm, gjetëm disa shtëpi të vjetra që ishin të rënuara, që ishin karakteristike së shtëpitë që të çamëve, domethënë, edhe është një eksperiencë, është një ndjesi shumë e bukur, por edhe e trisht të mendosh që gjithë ata njerëz kanë lënë vendin e tyre dhe nuk kanë rikthyer dot më, edhe kanë pasur histori të trishta, ka pasur njerëz të humbur. Ama unë do rikthehem gjithmonë në Çamëri sa herë të më. Gjyshi mundi të rikthehej? Jo. Ja. I kanë thënë një gur nga Çamëria, gjaxhi im kur shkoj për të parë, edhe nuk ka mundur që të shkoj sepse ka pas vendin aty dhe nuk e ka ndijuar. Çfarë thonte ai për Volën edhe për rikthimin në shtëpi? Unë dua të bëj këtë pyetje di pse, sepse ka disa nga çamët që do donin të riktheheshin në shtëpitë e tyre, po ka nga ata që dhimbjen e kanë aq të madhe sa që e kanë të vështirë të përballin ose nuk e dinë se si do të mund të reagojnë në momentin kur i hapet dera e shtëpisë së tyre. Çfarë mendonte gjyshi për Volën dhe për shtëpinë që la aty? Në fakt në Volë nuk ka ndodhur shumë masakra, që është e vërtetë, në familjen tonë nuk kemi pasur të vrarë ose të humbur. Ishte një situatë traumatike normalisht, sepse është vendosur nuk është një event i vogël që mund të ndodhë që nuk lë trauma. Është një lloj shpërnguljeje që lë pasojat e saj normalisht, edhe gjyshi ka pasur gjithmonë dëshirë shumë të shkojnë dhe mërzitet sa herë që nuk jepte mundësia që e kthenin, edhe ka dashur gjithmonë që të rikthehej, na fliste gjithmonë, na tregonte për fortin e Volës, na tregonte për ullinë që kishte, na tregonte për manderinat, për çdo gjë, unë mbaj mend me detaje histori që na ka treguar, edhe babi që vazhdon dhe na tregon që ne mos t'i harrojmë, atë unë shumë të tyre kam dërgjësuar nga babi se kur ishte gjyshi gjallë, nuk ka pas mundësi se kam qenë pak e vogël, kështu ka qenë disa vite, ka ndruar jetë para 10-12 viteve.
Edhe ama kujtoj ne jemi rritur me nostalgji për një vend që nuk e kemi parë asnjëherë. Dhe mua kjo më bën përshtypje se si prandaj them që e vlerësoj shumë në se si na kanë rritur dhe me histori që na kanë treguar se si ne kanë të çuar frymën dhe dashurinë për çamërinë. Dyshja ime se kanë qenë të dy nga bola. Më kanë treguar, siç po thoya, për historitë, për se si kanë pasur dhe, nëse mund ta them një histori, kanë pasur dhe ndihmë se gra që ndihmonin, që ishin greke në shtëpitë e tyre, që ndihmonin për të vjelur ullin, se punët në rreth të shtëpisë, dhe ne kam ka treguar që vinin në fillim në gjumë ato vajzat greke, pastaj flinin vetë, kujdeseshin për to se të ishin pjesë të familjes në Vol, domethënë. Kam dëgjuar shpesh histori të tilla, të cilat tregojnë për një bashkëjetesë të jashtëzakonshme me njerëzit që qëndronin aty dhe që i ndihmonin pa diskutim në punët e tregtisë, dikë me vajin e ullirit, dikë me portokallet e njohura të zonës apo me elementë të tjerë. Dhe di fare mirë, një nga historitë e bukura që kam dëgjuar është edhe fakti që një çamur i kthye në shtëpinë e vet dhe grekët të cilët kanë jetuar aty duke ndihmuar, shërbyer për punët e tregtisë, kishte mundur të ruante një ose dy filxhan kafeje me cilët dikur çamët dhe grekët konsumonin kafen së bashku, duke marrë me vete në Shqipëri. Po, ajo që dua në fakt të marrë edhe nga aty është si ka qenë vizita. Si ka qenë vizita jote e ke vizituar çamërinë? Besoj po. S'ka asnjë të ri që nuk ka shkuar, që është rritur me këtë histori dhe ka shkuar aty. Cilat kanë qenë vendet që të kanë bërë më shumë përshtypje? Unë do doja ndaj një histori që ka ndodhur verën e kaluar në vizitën që isha në çamëri. Pasi viziti i kanë Paramthi dhe atje është një dyqan fotografie, studio fotografie ku mund të aksesohet nga të gjithë dhe mund të shikohen foto të vjetra të Paramthis atje. Gjatë kësaj vizite fatmirësisht, po dhe fatkeqësisht, një i moshuar nga Paramthia, ai u fut në dyqan dhe po pyeste për ne, sepse ishim të huaj dhe ishte diçka ndryshe për atë dhe ato pronarët po i shpjegonin që dhe ne vinim nga Paramthia, nga Çamëria dhe kishim lidhje kishim pasur familjarët tonë në Paramthi. Pasi filluan t'i tregonim se kush ishin personat që kishim pasur që jetonin më përpara në Paramthi, ai dëgjoi emrin e stërgjyshit dhe direkt doli nga dyqani. Pasi u prek shumë dhe doli nga dyqani, ishte dhe ne u emocionuam fakt kur nga reagimi i tij. E kam vizituar këtë dyqanin në Paramthi, më tepër Margëlliçin, të la një shije Margëlliçi sikur ato shtëpitë e braktisura prisnin në një farë mënyre gjyshrit e tu dhe çfarë thonin gjyshrit e tu për këtë lloj brenge për të mos shkuar. Do thënë ata kanë të drejtën të shëtisin në të gjithë botën, por në shtëpinë e tyre nuk hyn dot. Pas vizitës që bëra në Margëlliç, atje vizitova e gjeda shtëpinë, arrita të gjeda shtëpinë e gjyshit. Normalisht janë vetëm ranoja. E braktisur, po, okay. Po, janë vetëm në Margëlliç është kjo. Po, me mure të trasha, tipike të ndërtimit atërshme dhe ajo ka qenë një shtëpi 3 kaçe. Ishin kështu shtëpi që jetonin disa vëllezër, po normalisht bën një diferencë këto shtëpi 3 kaçe me shtëpitë e tjera më të vjetra që ato ishin 1 kaçe. Normalisht u emocionova shumë kur e vizitova këtë territorin aty, po aty nuk ishte asnjë person rreth e përqark, ajo totalisht e braktisur dhe normalisht ndjesia ishte për të kthyer. Për të kthyer gjyshin, do donin të ktheheshin? Po. Patjetër. Ose kam dëgjuar edhe histori që e kanë vështirë ta perceptojnë dhe ta kalojnë këtë pjesë të dramës së tyre dhe të gjenocidit. Sildi, nga jetë, nga cilat fshatra të Çamërisë? Gjyshi ka ardhur nga Lopsi. Okay. Lopsi është një fshat jo shumë larg Konispolit, kalon malin edhe vajte, është një nga fshatrat e parë kur futet për në Greqi.
Nga këto kërkimet e mia ka një fshat me emrin Koqinistër në Çamëri, kështu që s'është çudi që me mbiemrin mund të kemi ardhur edhe nga Koqinistra jemi vendosur në Lops. Këta fëmijë nuk kanë patur fatmirësisht vuajtje apo humbje jetësh gjatë genocidit, sepse siç thash, Lopsi shumë afër me Konispolin edhe u hodhën direkt. Gjyshi ka patur mundësinë të shkojë tek shtëpia në Lops pas disa vitesh, kur ka qenë më i ri vet. E kemi të mirë të keqen ne këtë Konispolatët që jemi shumë afër edhe kemi një çik më akses të hidhemi më ata. Ka shkuar te shtëpia. Shtëpinë e tij e ka një histori të dokumentuar vetë tek dokumentari Koha për të kthyer në shtëpi që u xhirua vjet në Konispol. E gjeti shtëpinë, gjeti edhe zotrin që këta e kishin më përpara ismeqar të shtëpia, ai ishte bërë tashmë zot shtëpia, ndonjë shumë pak, dhe rojet i kthyen në Konispol. Shumë vite më pas, mamaja ime, si gjithë gratë e Konispolit, shkonin matan prapë në Greqi për të vjelur ullinj. Gjyshi ka thënë që nuk kanë qenë nga ato familjet shumë të pasura, sepse Lopsi sado fshat ka qenë, nuk ka qenë si qytetet e mëdha të Çamërisë. Pasuria e tyre ka qenë ullinjt, baçe të mëdha me ullinj. Edhe siç ja kishte shpjeguar babai mamit, ata kanë shkuar Konispolatët, domethënë kanë vjelur ullinj fiks tek baçet e tyre, do ishin tonat tani. Lopsi është fshat fantazëm, është totalisht i braktisur, sepse Lopsin e ri apo Aspoklisin, duket se ja kanë vënë emrin, e kanë ndërtuar poshtë në buzë të rrugës. Kështu që kur futesh për në Greqi, është një fshat me totalisht të mbuluar nga ullishtet qindra vjeçare edhe disa shtëpi të rënuara. Pra në vend që të merrte gurin një lloj si gjyshja si Velës, shkoi edhe la gjurmët e veta atë. Çfarë thot për rikthimin? Edhe domethënë e ka pasur këtë fat, me siguri ka lotuar dhe ka pasur shumë emocion kur ka shkuar në shtëpinë e tij. Çfarë thot për vazhdimin? Jeta vazhdon, ne kujtojmë historinë, kujtojmë elemente asaj çka kemi qenë. Nuk duam të humbasim rënjët, po çfarë thot për vazhdimin? Ne në Konispol kemi fatin që jetojmë në një shtëpi tipike tradicionale çame. Është shpallur monument kulture i kategorisë 2, shtëpia e vëllezërve Koqini, është nga ato shtëpit tipike me mure 1,5 metra të trasha guri, kështu që mendoj se e ka vazhduar ajo, as në Konispol nuk e ka ndaluar atë jetesën e vet atje, rreth e rrotull me ullinj, në shtëpitë e tij karakteristike, kështu që babai mendoj se është në rregull me atë të vetën. Çfarë do doje të bëje Sildi? Sa mua tani që ti më tregon, do doja që të vija, të jetoja një muaj aty tek ajo shtëpia jote, edhe të mblidhja fjalë të bukura çame. Domethënë unë para një jave apo 2 javësh, kur dikush më tha fjalën paplon, më kujtua me njëherë gjyshen ime. Domethënë unë në Tiranë kam kaq shumë kohë pa e dëgjuar një fjalë çame, saqë më duket ndonjëherë sikur edhe ato pak që kam të trashëguara nga gjyshet e mia do të mund t'i harroj. Jetoj me këtë frikën dhe më duk kaq e bukur që në vend të jorgan do duhet të thonin paplon. Do gëzova shumë vërtet. Do doja shumë që të shkruaja një libër ose të bëja një fjalor për të ruajtur pikërisht të tesar që e gjen në Konispol. Ke ndonjë nga këto dëshirat që do ta bësh realitet edhe që mundohesh çdo ditë nga pak që të realizosh diçka? Unë e pare punës ju ftoj të gjithëve të jajde jo një muaj, po rrit sa të doje bardhë dhe zëmrës në Konispol. Unë e bëj thirrje shpesh edhe te Trëndafili, edhe unë mundojmë të them të gjithëve hajdeni në Konispol që ta shijoni tamam Çamërinë. Tani ju vërtet nuk shkoni dot atje te shtëpitë e tyre, po në Konispol mund të vini edhe të rrihet veshi me dialektin, tani gatimet tipike tradicionale. Kështu që thirrje të gjithë kush na dëgjon, ju lutem hajdeni në Konispol. Atë që unë kam shumë dëshirë për ta bërë në Bashkinë e Konispolit, me shpresë që do kemi ndihmë edhe nga gjithë institucionet e tjera, se bashkia thotë është e vogël, nuk i ka gjitha mundësitë. Mua më duket e pafalshme që Çamëria nuk ka një muze etnografik të vetën.
Ne kemi veshje tradicionale të ardhura andej kemi të shpërndara në për koleksionistë privat, në për muze të tjera, por ne nuk kemi një muze që njerëzit të shkojnë dhe të mësojnë dy gjëra për historinë e Çamërisë, për veshjet, për elementët tradicional. Këtë e kam pasion dhe e kam shumë dash zoti tani të realizohet një ditë. Unë do punoj që në Konisport dhe mendoj se aty duhet bërë të ndërtohet një muze etnografik për Çamërinë. Ti besoj ke një kostum tradicional? Ke. Unë e kam bërë që 10 vjeç se e kisha pasion në këngët e vallit, kam tumanet e jelekun në shtëpi. I kam vënë tjetër mision vetes që do gjej ku të mundem çdo veshje popullore të Çamërisë, të e vesh, të e dokumentoj. Kështu që e jam një çike e fiksuar pas këtij pasionit të Dhe nuk ka elementeve. edhe mua më pëlqen shumë ajo Leilaja, nuk ka në asnjë kostum jo popullor, po kostum në gjithë botën që të ketë atë Leilan e bukur që përdorim në Çam, të ketë umane në shtëpi, jo domosdoshmërisht të kuqe, po Jo, të marrë nuk kam, ama kam disa panelat që ndjesura kështu, kam edhe disa shalle që ka pasur stërgjysha ime kur ka ardhur nga Vola. Edhe një histori, prapë një histori, para disa ditësh babim, në mënyrë rastësore takoi një grua te Komuna e Parisit. Edhe e kuptoj që ai mund të ishte Çame nga dialekti, me shqetësoren të dialekti, sepse është diçka që ne mund të dalloj për shkakun një çik të flasi, një moshuar ose sepse ato janë ato që kanë ata e mbajnë pa diskutim. Nuk më dallohet edhe është diçka që më vjen shumë keq që nuk e ruajmë dot dialektin ashtu siç e kemi. Edhe babi dalloi direktisht nga Çamëria dhe ajo gëzoi ashmase që takoi një Çam tjetër, madje një nga shamit që kemi është shamia që na dha ajo zonja për të pasur kujtim pas të lumtuar shumë që takoi babën dhe janë ulur bën një bisedë shumë të gjatë për historinë e saj në Çamëri kështu dhe i fali këtë shamin nga dëshira e mirë dhe nga gëzimi i madh që rastisëm, domethënë nuk kam tomane, nuk kam as jelek fatkeqësisht sepse shumica e tyre u përdorën shumë të konsumuara nga ato që kanë sëllësh dhe një nga Çamëria. Edhe fatkeqësisht nuk e kam një, ama kam shumë dëshirë që një ditë ta kem ta punoj ose mbase të gjej një origjinal diku. Ti je pjesë e këtij grupimit që thotë Emiri? Po në mand që jam pjesë e grupimit. A ka Emir një kriter moshe se ju thoni jemi ca të rinj të cilët jemi bashkë për të diskutuar për Çamërinë, për Çamikon, për Tumbankuqen, për Osmantakën e për shumë çka. Tani unë pranohem aty, jam e re mjaftueshëm që të bëhem pjesë e këtij grupimi. Kush mund të jetë pjesë e këtij grupimi dhe çfarë do bëni? Patjetër që ti pranohesh që ti je pjesë e grupimit. Kryesisht fokusi është tek të rinjt, që kjo gjë të përsidhet tek të rinjt, të aktivizohen të rinjt, sepse vitet e fundit shohim që çështja e Çamëve nga të rinjt është totalisht e paprekur. Kështu që dhe ne dëshira jonë është ta forcojmë këtë grupin e të rinjve dhe ta arrisim këtë grupin e të rinjve. Qëllimi gjithashtu është bërja aktivitete ndryshme për promovimin e kulturës çame, traditës çame, por duke aktivizuar të rinjt. Pra mos takojmë vetëm në përdasma edhe të hendim ballën Çamiko, por të takohemi edhe në mënyrë rastësore, në një farë mënyre, edhe për të mbajtur këto lidhjet me njëri tjetrin. Pyetja e fundit, se më erdhi nga këto lidhjet. Ç'më mendoni ju për nuset edhe dhëndurët Çam që ne i japim të njëri tjetri dhe kemi lidhje të veçantë her pas here, domethënë edhe këto krushit janë bërë mes njëri tjetrit. Nuk e di, është një connection një feeling që kemi që është ndryshe, sepse kemi atë historinë dhe vojtën e përbashkët që na lidh mendoj dhe mendoj që është shumë që e mirë që e kemi dhe pse jo duhet ta vazhdojmë. Por dhe kjo e dasa, patjetër që unë do isha fan si kësaj gjë që dhe kjo të vazhdoj. Asibela, të kanë thënë ty prindrit që gjej një djalë Çam. Po tash dëshira gjithmonë ka qenë që të gjej një djalë Çam. Edhe është arsye shumë mendoj sepse ne
po ta vendosh se nuk kemi një ate, nuk kemi një vend të specifik që ne ndërruajmë dialektin tonë, kulturën tonë, traditat tona, siç kanë lojatët në Vlorë, Koçarët në Korç. Dhe mendoj se është arsyeshme që ne të ruajmë lidhjet midis njëri tjetrit, të kemi familje çame. Silvia, jam e sigurt për ty. Unë e kam kusht, unë nuk bëj toleranca në këtë rregull, dua kur të them tjetrit madh e mirë, të më thot gjithsej, të më kuptoj kur të them ç'është vajte, me thënë e kam më kusht këtë. Unë mendoj se ne kemi shumë të rëndësishme që të bëhemi me njëri tjetrin, edhe tek pjesa e që tha e miri, tek pjesa e shoqërisë, sikur na ngroh më shumë kur se ne e konsiderojmë njeriun ton njëri tjetrin, se në fund fare gjyshërit tanë kanë ndarë një histori. Kemi shumë të përbashkëta, se sa që mund kemi diferenca. Po, edhe në mënyrën patjetër, edhe në mënyrën se si e kemi ndërtuar jetën më pas, edhe në mënyrën se si përballojmë disa sfida, pa diskutim që kemi disa të përbashkëta. Në këtë sfidën e të rinjve, në këtë sfidën për të mos heshtur për çamërinë, në këtë sfidën për të hedhur valle të bukura, jo vetëm në Dasëm, por edhe në Berlinë, kudo në botë, unë ju përgëzoj pafund për të gjitha nismat, qoftë edhe për një varg apo për një këngë, një fjalë të re që neve na mungon edhe që ju e hidhni në rrjetet sociale. Dhe njëkohësisht ju falenderoj shumë për këtë bisedë bukur që patëm bashkë. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e këtij podcasti për t'i dhënë ndriçimin tuaj të gjithë kulturës edhe trashëgimisë që ne e mbartim me vete në çdo cep të botës ku do shkojmë. Faleminderit Sildi, faleminderit Emir, faleminderit Asibela. Faleminderit për Çamikon e kësaj here, shihemi në takimin e radhës.